Jemi në studio, jemi rikthyer dhe në fakt shqiptarët kanë treguar që shkëlqejnë në të gjitha dimensionet. Shkëlqejnë edhe në art, në kulturë, por edhe në këtë gamën e gastronomisë dhe jo vetëm fakt. Dhe kanë qenë pasqyrët shqiptar ose skulptorët e tortave, se kemi kështu diç mos themi gjëra që nuk duhet, të cilët kanë shkëlqyer në Gjermani vetëm për faktin e prezantimit që kanë bërë dinjitos, duhet thënë, të Shqipërisë dhe të qenit mes shumë të tjerëve që janë shumë talentuar. Për këtë arsye me ne është Bledian Ibrahimllari, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Bledi, kënaqësi. Dhe shumë suksese, se sa shikojmë trofeun, merr një tjetër peshë, domethënë, e gjithë bisedën. Diçka e vogël, nuk është Era parë që ti vjen me një skulpturë, le të themi të tillë, se ta skulpturë një trofeu. Po, era parë që vim në një skulpturë të tillë, ose më saktë është era parë që Shqipëria merr pjesë në kompeticione të tilla. Po. Domethënë, pjesa ku ne kemi marrë pjesë domethënë për pjesën e konkursit, është që realizohet herë në 2 vite në Gjermani. Dhe aty organizohen domethënë pjesën e konkurseve në pasticëri dhe në pjesën e brumrave. Por që ne kemi marrë pjesë në sektorin e pasticërisë dhe ka qenë me ftesa apo keni pas një garë, audicion ndoshta? Patjetër është me ftesë. Çohet ftesa një vit para, domethënë që ne të përgatitemi për pjesën e skulpturës, për pjesën e projektit, çfarë do realizojmë, si do realizojmë. Projekti është i lirë, Bledi, apo është një projekt? Po, projekti është i lirë, nuk është se ka një tematikë caktuar, po thjesht ka udhëzimet se sa duhet dhe se si duhet. Në çështje madhësie flas? Po, në çështje proporcionesh, domethënë sepse duhesh diku më e madhe ose jo më por se 75 dhe jo më shumë se sa 1,80 ose 2 metra. Bledi, ke një veçori tënde, sepse mund të mendosh që të çosh elemente shqiptare dhe automatikisht të shkon mendja tek shqiponja. Paktën do ketë një gjë me shqiponjë edhe me flamur shqiptar. Po jo, ti e çon përtej kësaj. Aty ka plisa, ka lahut, ka skulptura, shikojmë edhe elemente të tjera që më shpjegon ti se çfarë ishte, i zgjodhe ti këto. Atëherë, nuk është se i zgjodhe vetëm unë, por e diskutuam si grup për pjesën e motiveve shqiptare, domethënë që është plisi, që është një nga më të vjetrat element që ne kemi të Shqipërisë, është lahuta, është pastaj fillojnë daullja ose gjëra të tilla. Po, e keni dhe daullën, e ke dhe me personin që Po, dhe me personin që është sipër që i bie një lahutës. Po. Tash ja është në mënyrë figurative sepse normalisht nuk mund të jetë daullje shumë herë më e madhe se sa, po thjesht tash vendimin e kësaj ne morëm sepse domethënë koincidoi me situatën e Valles Tropojës që u fut në UNESCO dhe thamë, okay, domethënë ne kemi këto që janë motivet goxhat fuqishme, domethënë. Edhe me i treguar Gjermanisë ose botës, domethënë. T'i japim zë kur japim zë një elementi të tillë. A ishin kurioz kur i shihnin, a ju pyesnin se çfarë janë, a i njihnin? Domethënë disa e kishin një informacion të përcipt, por që prap ishin goxhat të kënaqur, domethënë se i shikoshin goxha me kuriozitet më. Kush ju bëri më shumë përshtypje nga të gjithë elementet që ti kishe bërë? Unë faktikisht merresha vetëm me skulpturën, domethënë që mund ta shikojmë tash, që është pjesa e saj, dhe me figurinat e vogla, që janë ato rreth tortës. Po, që është e vallja rreth tortës. Që janë ato 3 personazhet. Po. Dhe pjesën tjetër është marrë kolegu im, Vasili, që është pasticër, që ka mbyllur të gjithë sektorin e ëmbëlsirave, domethënë pralinat, pastat, gjitha elementet që ato kërkoshin, domethënë. Normalisht kemi ndihmuar njëri tjetrin, domethënë kur ai kishte hapësirën e lirë, domethënë ndihmonte. Ato pralinat e rreth tjetër, nuk ka problem, se nuk. Pralinat e rreth tjetër. Pralinat e rreth tjetër kur ti kemi në një moment më të qetë dhe më. Duket sikur ato janë të paprekshme, ëh? Domethënë ato janë gjitha recetat që janë edhe pralinat është me rozmarin, me vaj, domethënë me motive shqiptare. Edhe me elemente shqiptare, po. Me elemente shqiptare, çdo gjë me elemente shqiptare. Sa të tilla bët në përgjithësi, sa
le themi, edhe skulptura... Skulptura një, ndërsa figurinat ishin 6, dhe më thonë që janë bërë tre femra, dhe më thonë me idene xhupletës, dhe tre meshkuj që i binë, nuk e di, është ajo që fryen, dhe më thonë e qinjë. Që është e dajrë. Okej, mirë, pritë të njëse, truri. Je pjesë muzikës, po, mirë qartë, po truri. Që drejtojt nga ty. Truri, jo, drejt kaj, drejt po. Që është ajo me ato tre shkopë. Po, çështja e trurit tani. Iku trurit, se pas ke lidhë. Është një figurë, kemi harru sot. Se të gjitha kuptuan se dhe pjesa e ëmbëlsirave është që është krijuar, domethënë qeleshja, është krijuar, domethënë po të shikosh ato që janë me tarta dhe me një kështu kanë një pjesë element që është me valle, që është një treshe që siluetë. Po, shumë e bukur ishte ajo, shumë interesante. Kush nga këto ishte më e vështirë për të realizuar? Se ndonjëherë duket sikur ajo më e madhja duhet të jetë më e vështirë, apo kanë përshtypjen se edhe detajet kanë shumë rëndësi. Patjetër që edhe detajet, edhe ajo e madhja nuk është se janë mbaruar sepse efekti kohës ose trysnia ose ideja mbi gjitha që ne ishim për herë të parë dhe nuk është se i kishim shumë ide të qarta, domethënë se si do nisnim dhe çfarë do bëshim. Thjesht ne kemi vajtur domethënë më shumë për kënaqësinë tonë, domethënë, edhe për ta shijuar eksperiencë. Kishte bërë prova paraprakisht për çdo një nga figurat? I kishte bërë përpara? Kishim bërë prova, gjëra të vogla, nuk është se ishim përgatitur për pjesën e, domethënë, rrënjësisht sepse si unë, si kolegët e mi, shokët e mi, domethënë jemi në punëra dhe normalisht jemi të angazhuar edhe në punën e përditshme, por që kemi bërë disa prova të vogla, domethënë prova që ju dhanë rezultatet. Deri ku ishte pritshmëria që ju mund të kishit në fakt? Ju shkonte mendja që mund të shkoni deri në këtë pikë? Jo, nuk është se na shkonte mendja në këtë pikë, po duke parë grupet që ishin të tjerat aty, pastaj filluam krijuam një ide, se siç thash, ne më shumë vajtëm për eksperiencë dhe për kënaqësi, domethënë, nuk është se edhe një përfaqësim, domethënë që mund të jepshim. Çfarë sollën shtetet e tjera që dukshëm nuk kanë qenë as kreative sa ju? Domethënë, shtetet e tjera përveç Koreas, domethënë që ajo ka një traditë shumë të lartë, domethënë ose një përfaqësim shumë të mirë, domethënë që kishte ke konkursi. Vendet e tjera domethënë dështuan disa gjëra të tjera ose mund të ishin domethënë gjëra të para nga juria, domethënë sepse normalisht aty vlerëson juria, edhe vlerëson dhe mënyrën se si ti punon, vlerëson dhe tematikën, vlerëson dhe situatën, domethënë që krijon, domethënë. Ne kemi krijuar edhe atmosferë, domethënë. Grupi shok tanë, domethënë. Edhe që një moment i jurisë që tha se po i tregoshim për tematikën që ne kishim, dhe thanë, okay, thanë, si është kjo vadhja që është futur në UNESCO, dhe me telefon edhe fillon të kërcyet. Vetëm pak desh. E sa për ta prezentuar aty afër, sepse derisa ju i kishit edhe elemente. Ndërkohë, gjithçka ka qenë realizuar aty? Po, gjithçka ishte. Ditën e parë ne kishim 3 orë kohë, domethënë që bëm përgatitjet për ëmbëlsirat edhe për çokoladën. Pastaj të nesmen filloshim në 7 të mëngjesit dhe deri në orën 3:30 kemi përfunduar. Wow. Domethënë pa pushim. Gjatë gjithë këtij procesi ju duhet krijoni çdo gjë. Duhet krijoni çdo gjë. Domethënë ideja që ishte dita e parë ishte thjesht me bë përgatitje të gjitha proceset, sa më shumë që ne të mundeshim. Pastaj ditën tjetër ishte që domethënë në orar të caktuara ata doshin, për shembull, do dali kjo ëmbëlsira, do dali kjo që do i prezantohesh jurisë domethënë. Ideja është ti, e ti ke eksperiencën, po sa mund të ndihesh pak edhe jo rahat tek përgatitja, duke qenë se kushtet nuk janë fort optimale për ta përgatitur. Eksperiencën ne nuk është se jemi në një eksperiencë që po e fillojmë sot ose si unë, si kolegu tjetër kemi goxha eksperiencë në fushat tona. Plus edhe trajnerin që ne kishim, domethënë, edhe ai ka goxha eksperiencë, domethënë sepse ishim 3 persona, domethënë që ishim në pjesën e konkurimit, por që eksperienca në të tillë situatë nuk është se kishim. Domethënë është eksperienca e parë që ne kemi krijuar, domethënë kemi parë. Atë duhet ftohtë ato. Domethënë nëse do jetë prapë mas 2 vitesh ose do riboshim përsëri, domethënë normalisht do jetë diçka më normalisht më e përgatitur, por që edhe më gjëra të qarta, domethënë që ne krijojmë se si të veprojmë. A krijojnë kontakte në të tilla evente?
Pra, ju hapet juve një derë, për shembull, një mundësi bashkëpunimi me vende të tjera, si funksionon? Po patjetër. Kontaktet krijohen normalisht duke shkëmbyer emailë, duke shkëmbyer informacionet ku jemi, si Po le të themi që, domethënë, ekzistojnë mundësi t'ju hapen dritaret e reja mbase bashkëpunimi me vendet europiane, mbase që ju mund të shkëmbeni eksperjenca ose oferta pune. Si funksionojnë, domethënë, se ne se di se si mund të sepse 2 ditë ka që ka mbaruar si gjë, po. Dita e tretë që jemi sot, domethënë. Por që mund të krijohet edhe ideja, domethënë, në konkurse të tjera, për shembull, sepse duke ditur që Shqipëria, domethënë, pati një lloj niveli, se ndërsa u vlerësua me kreativitetin, domethënë, të gjitha vendeve të aty, domethënë mbi vendet e tjera që ishim. Normalisht që është krijuar një ide pozitive dhe pse jo dhe mund të marrim edhe ftesa të tjera, domethënë në vende të ndryshme për ta promovuar. Dhe do vlerësoj edhe shija, jo vetëm pjesa. Po, vlerësohesh çdo gjë. Vlerësohesh shija, mënyra se si ti punoje, mënyra se si ti e mbaje ambientin. Dhe sa shtetem ishin në garë? Ishin 6 shtete. Të cilat janë? Ishte Korea, Vietnami, Gjermania, Italia dhe Meksika. Dhe kush e fitoi çmimin e parë? Çmimin e parë fitoi Korea, sepse siç thash, kishin një vit që përgatiteshin për atë gjë, domethënë që ishin goxha të fokusuar dhe ty si ekspert specialist të pëlqeu ajo gjë sepse logjikisht nga ana artistike për shembull, nëse e flasim kështu, domethënë nuk është se ato krijuan diçka siç ne krijuam nga fillimi, domethënë që ishte me dorë, domethënë. Po, handmade e gjithë. Kurse ato normalisht ja lejon mënyra, teknika që ato përdorin, ja lejon që të përdorin edhe me forma. Thjesht koncepti, ideja që ato kishin përdorur, domethënë ishin goxha bukur. Duket e avancime pra. Normalisht sepse ato kanë eksperjenca në të tilla situata dhe normalisht e dinë se sa ose çfarë bëjnë, domethënë. Po, e qartë. Tani përpos këtij suksesi, tani ama më sqaro këtë pjesën tjetër, që e folëm pak para se të nisim emision. Pse nuk të thon ty kështu skulptor tortash, ëmbëlsirash, po ton pastiçier pa qenë pastiçier. Se nuk je, jo për gjë. Po, ajo, se di pse thonë edhe, nuk e di pse flasin edhe me mua. Po ti jesh mes tortave, mos dish të bësh torta. Po jo, unë nuk është se s'di të bëj torta, thjesht unë i dashuroj tortat, i konsumoj. Se gjithë, Nuk e kam kohën t'i bëj, domethënë, kam kohën t'i... Po profili është shumë interesant, prandaj ndoshta nga që është edhe i padëgjuar si specifik ndoshta në... Shiko, në momentin që unë kam mbyllur karrierën artistike në skulpturë ose mbyllur në thonjza, edhe kam hyrë në këtë fushën e gastronomisë, domethënë që është ëmbëlsirat ose tortat. Skulptor ishte goxha histori e madhe, domethënë. Por që pjesa më e madhe nuk është se e kanë idenë, domethënë që punon një skulptor ose merret një person i tillë me ëmbëlsirat. Po si e që fol me pastiçierin, fol me shefin e kuzhinës ose shefin e pastiçierit. A ka shumë të ngjashëm që praktikojnë të njëjtin art këtu në Shqipëri, se mund të jesh ndër të vetmit? Jo, domethënë mbas meje kanë filluar, kanë kuptuar edhe pastiçerit që të... Po edhe shembull të bukur normale. Në këlloj niveli flas, siç e ke ti. Po ka, domethënë nuk është se nivelin që kam unë, unë kam vite që merrem me këtë gjë, kam vite që i përkushtohem kësaj fushë, domethënë normalisht kam vite që e evoloj, domethënë, në pjesën e kësaj. Normalisht ka edhe njerëz ose persona shumë të mirë, domethënë që bëjnë realizimet shumë të bukura. Po kjo si tradita ka filluar tashmë të bëhet, duan njerëzit më shumë që t'i kushtojnë një rëndësi speciale mbase një eventi ose një ditë të rëndësishme që ata kanë? Po, normal. Pavarësisht faktit që të marrësh thjesht një tortë për ta konsumuar, por të kesh dhe diçka që ta kesh kujtim. Normalisht, kjo është impakti i parë, por që duke futur edhe elementet të tjera, për shembull që janë disa pastiçeri që nuk e kanë një status të tillë ose një skulptor ose një person të tillë. Janë vetëm ke ideja, pastaj thjesht ne duam një gjë të bukur,
se sa për të konsumuar, sepse mendojnë që ajo që mund të bëhet e bukur nuk mund të bëhet e shijshme, ose ajo që bëhet e shijshme nuk mund të bëhet e bukur. Ndërkohë që mund të bëhen të dyja shumë mirë, domethënë. Pastaj varet edhe ku shkon, domethënë. A di vjen keq kur i konsumojnë këto veprat e tua të artit? Faktikisht në fillim do vinte keq sepse ti mendon që një tort e vogël nuk është ashtu, po ajo tort e vogël ka 2 orë punë, 3 orë punë. Ose disa janë torta të veçanta. Mirë, se ato janë gjëra të vogla, nuk është se edhe të hajnë shumë kohë, domethënë. Por që të merresh me një tort, domethënë tort ceremoniale, edhe thjesht është vetëm ai momenti që thjesht do prej çifti edhe pastaj mbaron. Domethënë kur ti ndërkohë merresh 4 orë, 5 orë punë me ato, ose ka raste të tilla për shembull që edhe mund të merrem 1 ditë, 2 ditë. Sepse varet nga niveli. Edhe vetëm aq është për një thik. Edhe për një thik, edhe në fund fare thotë, apo se ne për një prerje kemi, nuk është ashtu. Pa llogaritur, domethënë, pa llogaritur kohën që ti e marr për shembull. Është një gjë që edhe një tort e vogël do shpirti profesionistit aty. Jo, fillim, domethënë dilte një gjë e bukur, thoja X-s ta jap se do e marr për vetë. Pastaj u bë gjë e ftohtë, domethënë si puna mjekëve. Tjetri. Është rutinë. Dhe të falenderoj që erdhe. Faleminderit ju. Shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Do shihemi sërish. Patjetër. Okej, ikim reklama.